Ekziston një brez drite që përshkon qiellin në netët më të errëta. Një brez I bardhë dhe I shpëndar që njerëzit e kanë parë për qindra mijëra vjet pa e ditur saktësisht se çfarë ishte. Sot e dim se ajo rrip është galaktika jonë e parë nga brenda. Ne jemi pjesë e saj. Ne jetojmë në një nga krajet e tij, në një cep periferik, duke u rrotulluar rreth një dielli që nuk është asgjë e veçantë. Dhe diku në qendër të tij, 26000 vjet dritë larg, ekziston një përbindësh I padukshëm që askush, absolutisht askush, nuk do të jetë në gjendje ta vizitojë ndonjëherë. Nuk është çështje teknologjie, nuk është problem buxheti apo vullneti politik, është diçka shumë më themelore, më e çuditshme dhe më shqetësuese. Ligjet e universit, siç I njohim ne, e bëjnë atë udhëtim fizikisht të pamundur. Asnjë e pamundur, jo e vështirë, e pamundur. Dhe sa më shumë afrohesh, aq më shumë arsye gjen kozmosi për të refuzuar. Por për të kuptuar pse, së pari duhet të vlerësojmë shkallën e problemit. Dhe kjo, në vetvete, është një ushtrim që sfidon mendjen njerëzore. Lini një pëlqim, abonohuni dhe shpërndajeni. Le të fillojmë. Rruga e Qumështit është një galaktik spirale me vija me një diametër të vlerësuar midis 100.000 dhe 200.000 vjet dritë. Dielli ynë ndodhet në krahun e Orionit, afërsisht 26.000 vjet dritë nga përthama e galaktikës. Për ta vënë këtë në perspektivë, nëse rruga e Qumështit do të ishte një fush futbolli, dielli do të ishte rreth 13 metra larg skajit të jashtëm dhe qendra e galaktikës do të ishte 50 metra larg. Tingëlon e menaxhueshme kur e thua në atë mënyrë, por një vit dritë është ekuivalent me pothuajse 9.46 trilion kilometra. Shumëzojeni këtë me 26.000 dhe do të merrni një numër që truri I njeriut thjesht nuk mund ta përpunojë në mënyrë intuitive, afërsisht 246 kuadrilion kilometra. Voyager 1 I nisur në vitin 1977 dhe që aktualisht udhëton me rreth 61.000 km/h, është objekti më I largët I krijuar nga njeriu në histori. Në pothuajse 50 vjet, mezi ka udhëtuar 0.002 vite dritë. Me atë shpejtësi, do të duheshin afërsisht 450 milion vjet për të arritur në qendër të galaktikës. Deri në atë kohë, jeta në tokë do të kishte evoluar ose zhdukur disa herë. Kontinentet do të kishin ndryshuar formë, dielli do të ishte plakur dukshëm. Sigurisht, zgjidhja e dukshme duket të jetë të udhëtosh më shpejt, shumë më shpejt. Dhe këtu fillon muri I pari nga shumë të tjerë që fizika ngre përpara çdo qenie njerëzore me ambicie galaktike. Anijet kozmike të shtyra kimikisht, si ato që na quan në hën, arrin shpejtësi prej 10 mijëra kilometrash në orë, plotësisht I padobishëm për këtë udhëtim. Propozimet më ambicioze teorike për shtytjen, motorët me bashkim bërthamor, velat lazer, shtytja me antimaterie, do të lejonin arritjen ndoshta midis 10 dhe 20% të shpejtësisë së dritës. Me 10% të shpejtësisë së dritës, udhëtimi prej 26.000 vitesh dritë do të zgjaste 260.000 vjet. Asnjë qytetërim I njohur në historinë e njerëzimit nuk ka mbijetuar as 10.000 vjet rresht. Por supozojmë se arrim shpejtësi reale relativiste, afër shpejtësisë së dritës. Këtu hyn në lojë diçka edhe më e çuditshme, teoria e relativitetit special të Einsteinit. Ndërsa një objekt I afrohet shpejtësisë së dritës, masa e tij efektive rritet, duke kërkuar sasi gjithnjë më të mëdha energjie për të vazhduar përshpejtimin. Nuk është problem inxhinierik, është matematikë e pastër. Do të nevojitej energji e pafundme për të arritur saktësisht shpejtësinë e dritës. Dhe kjo është arsyeja pse asnjë objekt me masë nuk mund të arrijë atë. Megjithatë, me shpejtësinë 90% ose 95% të shpejtësisë së dritës, ndodh diçka që mendja intuitive e hedh poshtë. Koha kalon më ngadalë për udhëtarët se sa për ata që qëndrojnë në tokë. Ky fenomen, I quajtur zgjerimi I kohës, është matur dhe konfirmuar eksperimentalisht. Orët atomike në aeroplan funksionojnë pak më ngadalë se orët në tokë. Satelitët GPS duhet të korrigjojnë vazhdimisht orët e tyre për të kompensuar efektet relativiste, duke përfshirë një ndryshim prej 38 mikrosekondash në ditë. Kjo do të rezultonte në një paradoks zemërthyes për çdo ekupazh që do të përpiqej të udhëtonte. Ata mund të arrinin në qendrën e galaktikës brenda një jete subjektive njerëzore, por me të kthyer, nëse do të mundnin, do të zbulonin se kishin kaluar 10 mijëra vjet në tokë. Familjet e tyre, qytetërimi I tyre, speciet e tyre, siç I njohin ata, do të ishin histori e lashtë. Udhëtimi vajtje-ardhje do të ishte një formë zhdukjes personale e zbutur nga fizika. Por ekziston një problem që rrallë shfaqet në filma. Hapësira ndërhyjore nuk është bosh. Është e mbushur me gaz hidrogjeni, helium dhe grinca mikroskopike pluhuri të shpërndara në mënyrë të hollë por të vazhdueshme mbi mijëra vite dritë. Me shpejtësi të zakonshme, ai material është I padëmshëm. Me shpejtësi relativiste, çdo atom hidrogjeni bëhet një prev me energji të lartë që godet trupin e anijes sikur të ishte rrezatim kozmik I nivelit të lartë. Lini një pëlqim, abonohuni dhe shpërndajeni.
Është vlerësuar se me 20% të shpejtësisë së dritës, bombardimi i vazhdueshëm i grimcave ndërhyjore do të gjeneronte një rrjev vdekjeprurëse rrezatimi për çdo antar të pambrojtur të ekuipazhit. Në shpejtësi më të larta, problemi bëhet strukturor. Materialet e trupit të anijes do të gërryeshin me një shpejtësi që do ta bënte çdo udhëtim të gjatë të pamundur. Të udhëtoje më shpejt do të thoshte shkatërrimi i anijes para se të mbërrinte. Zgjidhja hipotetike do të ishte një mburojë masive balore prej materialit të dendur për të thithur impaktet, por kjo do të shtonte një masë të madhe që do të kërkonte edhe më shumë energji për të përshpejtuar. Është një rreth vicioz që inxhinieria nuk mund ta zgjidhë me materialet që njohim. Le të supozojmë për hir të argumentit se i kapërcejmë disi të gjitha ato pengesa. Ne kemi një anije të aftë të udhëtojë me shpejtësi relativiste pa u shkatëruar. Kemi karburant të mjaftueshëm, që ekuipazhi të pranojë sakrificën e përkohshme të udhëtimit drejt një të ardhmeje që nuk do ta njohin. Tani pyetja është, çfarë gjejmë ndërsa i afrohemi qendrës? Përgjigjja është një mjedis që e bën hapësirën normale ndërhyjore të duket si një kopsht i qetë. Në rajonin qendror të galaktikës sonë, të njohur si bulbja galaktike, dendësia yjore është afërsisht 1000 herë më e madhe se në lagjen tonë diellore. Yjet janë aq afër njëri tjetrit sa qielli i natës prej andej do të ishte përgjithmonë i ndritshëm, pa errësirë të vërtet në asnjë drejtim. Por bukuria vjen me një çmim vdekjeprurës. Në atë vëllim hapësire, supernovat ndodhin me një frekuencë disa dhjetëra herë më të madhe se në krahët spiral të jashtëm. Çdo supernova çliron më shumë energji në sekondat e para se sa dielli në 10 miliard vjet, dhe shumica e kësaj energjie përhapet në formën e rrezeve gama dhe grimcave të ngarkuara me energji jashtëzakonisht të lartë. Shkencëtarët besojnë se një qenie njerëzore e pambrojtur në afërsi të qendrës galaktike do të merrte një dozë rrezatimi miliona herë më të lartë se pragu vdekjeprurës, i cili tek njerëzit është rreth 8 gri. Nuk do të kishte armaturë të mjaftueshme me materialet që njohim. Grimcat me energji të lartë depërtojnë pothuajse në çdo substancë. Është vlerësuar se do të na duheshin disa dhjetëra metra plumb për të siguruar mbrojtje të pjeshme, gjë që do ta bënte çdo anije një objekt të pamundur për të shtyrë me peshën e vet. Dhe kjo po merr në konsiderat vetëm rrezatimin ambiental të fryrjes galaktike, pa marrë parasysh atë që do të pritej në vetë bërthamën. Sepse pikërisht në zemër të rrugës së Qumështit jeton diçka që shkenca nuk e konfirmoi plotësisht vizualisht deri në vitin 2022. Shigjetari AL, një vrimë e zezë supermasive me një masë ekuivalente me 4,1 milion diej. Rrezja e saj e shfarqildit, rrezja e horizontit të ngjarjeve, skaji përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë, mat afërsisht 12 milion kilometra. Për krahasim, dielli ka një diametër prej 1,4 milion kilometrash. Shigjetari AL shtë një rajon i hapësirës më shumë se 8 herë më i gjerë se Yli ynë, ku graviteti e ka përkulur hapësirë-kohën derisa të thyej strukturën e saj të zakonshme. Një vrimë e zezë nuk është një vrimë në hapësirë, nuk është një boshllëk apo një mungesë. Është një përqendrim kaq ekstrem i masës sa gjeometria e hapësirë-kohës përreth saj pushon sësilet, sipas rregullave që përjetojmë në jetën e përditshme. Fusha gravitacionale pranë shigjetarit A** është aq intensive sa orbitat e objekteve të afërta i paraprin njëra tjetrës me shpejtësi maramëndse, drita përkulet në kënde të pamundura dhe vetë koha rrjedh ndryshe në varësi të distancës nga horizonti. Shkencëtarët kanë ndjekur orbitat e yjeve individual pranë qendrës galaktike për dekada të tëra për ta testuar këtë. Yli i njohur si S2 përfundon një orbitë të plotë rreth shigjetarit A në vetëm 60 vjet tokë, duke ju afruar një distancë minimale prej rreth 120 njësive astronomike, rreth 120 herë distancën nga toka në diell, dhe duke arritur shpejtësi në atë pikë deri në 7650 km në sekond, ekuivalente me 2,55% të shpejtësisë së dritës. Një yll i tërë që lëviz me atë shpejtësi, i tërhequr nga graviteti i diçkaje që nuk lëshon dritën e vet dhe nuk mund të shihet drejt për drejt. Kalimi i horizontit të ngjarjeve të shigjetarit A paradoksalisht, nga perspektiva e ustarit, nuk do të ishte një vdekje e menjëhershme. Modelet teorike të relativitetit të përgjithshëm sugjerojnë që duke pasur parasysh madhësinë kolosale të kësaj vrime të zezë, forcat batikore në horizontin e ngjarjeve mund të jenë të tolerueshme. Një astronaut mund ta kalonte atë pa ndjer asgjë të pazakont në atë moment të saktë. Por fati do të ishte i vulosur në mënyrë të pakthyeshme. Asgjë, asnjë informacion, asnjë dritë, asnjë sinjal i çfarëdo lloji nuk do të mund të kthehej kurrë në universin e jashtëm. Dhe ndërsa trajektoria vazhdon drejt singularitetit qendror, forcat batikore, ndryshimi midis tërheqjes gravitacionale në pjesë të ndryshme të trupit, rriten derisa të bëhen katastrofike. Ky proces, të cilin fizikantët e quajnë spagjetifikim, me një ftohtësi që bien ndesh me tmerrin e tyre të nënkuptuar, do ta shtrinte çdo objekt në një zinxhir pafundësisht të hol materie.
Nuk ka asnjë material të njohur që mund t'i rezistojë asaj. Nuk ka shpejtësi aratisje, nuk ka drejtim që nuk të çon nga brenda. A ka ndonjë zgjidhje teorike për të gjitha këto? Fizika spekulative ofron një përgjigje që është më shumë një truk elegant matematikor se sa një zgjidhje praktike. Lëvizja e deformuar e Alcubierres. I propozuar në vitin 1994 nga fizikani meksikan Miguel Alcubierre, ky koncept përshkrua një flus hapësirkohë që do të ngjeshej përpara një anije dhe do të zgjerohej pasaj, duke i lejuar anijes të lëvizë në mënyrë efektive më shpejt se drita, pa shkelur relativitetin, sepse nuk do të ishte anija që lëviz, por vetë hapësira. Qendra e rrugës së qumështit, me gjithë fizikën që njohim sot, është e paarritshme. Jo sepse nuk jemi përpjekur mjaftueshëm, por sepse universi ka rregulla që nuk negociohen. Rrezatimi përshkon gjithçka. Pluhuri ndërrior penalizon shpejtësinë. Koha shtrembrohet nga graviteti dhe në zemër të gjithë kësaj, një vrim e zezë me 4 milion masa diellore pret me durimin e pafund të diçkaje që nuk ka nevojë të lëvizë për të kapur gjithçka që i afrohet. Por ndoshta kjo është pjesë e privilegjit të ekzistencës në këtë univers. Ka vende që mund t'i kuptojmë dhe nuk mund t'i vizitojmë kurrë. Ka pyetje që mund t'u përgjigjemi pa i mbijetuar përgjigjes. Në qendër të galaktikës ka përbindshja që kemi mundur t'i fotografojmë nga distanca e sigurt e një planeti të vogël në një krah spiral të qetë që rrotullohet rreth një yli të zakonshëm. Qendra e rrugës së qumështit është e paarritshme, e megjithatë, ne tashmë e njohim atë. Kjo ndoshta është arritja më e madhe e specieve njerëzore. Lini një pëlqim, abonohuni dhe shpërndajeni. Deri herën tjetër.